Unë kom qëllu në New York, Amerikë, edhe me një mëngjes, ka qenë ora 6:30, shtaj kom pas tiku një 4 thirrje prej 2 vëllezërve të mi, krenarit dhe partinit. Po nuk e kom dëgju, nuk e kom një telefonin. Pasi që na muzikantat bujmë muzikë deri vonë edhe kështu me gjëmë kemi pak problem se flejna zakonisht ditën e rrim natën. Kështu nëse kom dëgju e ka dëgju bashkëshortja ime. Edhe nuk e di. Ajo ka dalë në dhomë tjetër, qysh më ka tregu, pastaj më ka shu pe gjumit. Edhe nuk e di, non-stop më kujtohet ajo ftyra e Janës kur ma dha lajmin. Edhe fillimisht nuk më tregoj, veç tha besh po t'ka thirr vlla në telefon. A pe thirr në telefon, po e po shtyrën e saj se babi. Edhe veç i kas nuk e kom lënë ma nej se s'kom dasht me një atë fjallën e fundit. Se gjithmonë kom shpresu, edhe kur u qova pe gjumit me njëherë, tu kajt pastaj me 2 fëmijë aty tu mënu një farë menaxhimi, po që s'keshe shansë me menaxhu. Jom mënu, jom shku në dhomë tjetër e kom thirr vllon, edhe nuk e kom dasht konfirmimin prej grus edhe s'ma ka konfirmu, që ka ndru jetë deri në momentin që e thira vllon edhe që më tha, po, tha, pënoj fort. Babi ka ndru jetë edhe që kjo konë me nëj momenti ma i shtiri i jetës tem që ndoshta nuk ja dëshiraj kërkujt as armikut. Besar fjalët janë të pafuqishme me ngushëllu njerin, sidoqoftë në këto raste njerëzit shprejnë ngushëllime, edhe ne të shprejmë ngushëllimet. Lusim që ndjeri vërtet jetë në parajs, si që ishte kënga, po ashtu dëshirojmë që ti të bësh i fort, sepse është një ligj i jetës në për cilin do të kalojmë të gjithë. Pa dyshim, humbja e prindrit nuk ka lidhje sa vjeç ishte, është humbje e prindit. Nuk ka mosh, nuk ka kohë, dhe po bashkëndjejmë me ty këtë moment, edhe për faktin se ti thjesht ke qenë shumë largë, ke pas një oqean ndërmjet. E kjo e bën edhe ma të vështirë akceptimin, pranimin e lajmit në një mënyrë të tillë. Si po e kalon këtë periudhë ti? Shumë e vështirë, sidomos mramjeve, natën, po është problemi ma i madhi, për shembull, sepse gjatë ditës e kalon, po unë kom qenë shumë i lidhën me babin. Edhe unë edhe pse kom jetu në Amerikë, tash e 5 vjet